Edhe kjo javë një javë e nxehtë, pasi që vendi ynë do të vazhdojë të mbetet në ndikimin e masave të ajrit me presion të rritur atmosferik, kështu që presioni sot në mëngjes është regjistruar 1020 milibar, do të thotë është dukshëm mbi vlerat e normales, lagësinë relative të ajrit e patëm 67%, dukshmërinë horizontale mbi 20 km, kurse për momentin po fyn erë nga pjesa veri perëndimore, shpejtësia së cilës po arrin nga 1 deri në 3 metra për sekond. Duke filluar nga sot, temperaturat minimale regjistruan nga 11 deri në 15 gradë Celsius, kurse maksimale do të arrijnë nga 29 deri në 33 gradë Celsius. Do të kemi temperatura bukur të larta, por që këto masa ajrore të cilat po janë prezent nga pjesa veri lindore dhe veri perëndimore, do ta mbajnë pak feskin, që mos jenë temperaturat ashtu siç ishin javën e kaluar, por që edhe kjo javë do të jetë kryesisht me temperatura të larta. Kujdes nga rrezet e diellit, do të thotë për qytetarët, pasi që nga ora 10 deri në ora 16 indeksi UV është bukur i lartë mbi vlerat mesatare, kështu që është mirë të mbrohemi nga rrezet e diellit apo të respektojmë këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.